Bashkëdhetarët që jetojnë e punojnë prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer organizime të ndryshme festive në këto ditë të ndërimit të viteve, mes këngëve, valleve, recitimeve, por edhe trokitjes së gotave e urimeve më të mira për gjithë secilin. Ata janë mbledhur së bashku në evente festive. Në qendrën Vatra në Boston, aty ku prej vitesh mblidhen emigrantët korçar, por jo vetëm, kryesisht të moshave të treta, janë kryer një sër festimesh me rastin e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Ju përshëndes nga Vatra. Gëzuar e përshëndetje Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Gëzuar nga motra. Në këto festa kanë marrë pjesë edhe fëmijët e emigrantëve, të cilët janë surprizuar me dhurata nga babagjyshi i Vitit të Ri. Në një kënd të veçantë u ekspozuan edhe punimet e dorës të përgatitura nga zonjat duararta, të cilat edhe në atë vend të largët vijojnë të mbajnë gjallë traditat shqiptare, ndërsa nuk kanë munguar edhe interpretimet e këngëve shqiptare nga vetë emigrantët.